nuk besoj që ka qenë problem kryesor pa aftësia ndonjëherë. Ne kemi patur policit përgatitur, edhe organet e timor përgatitur, sepse kemi pas një shkollë, kemi pas specialist, pavarësisht se ne ose një pjesë, jo ne, se duhet të flas për veten, janë prirur që ta mohojnë ato të shkuara, por kanë qenë specialistë shumë të mirë. Ndryshimi me këta të tjerët që vinë bëjnë seminare këtu nga jashtë me 1000 euro dita, është që këta janë paguar shumë, shteti i paguan, dhe kanë disa mite më tepër, por nuk kanë forma më shumë dhe nuk janë zotë sa specialistët tanë. Po thënë, po na vësh në dispozicion neve këto mekanizma thuaj që dalim shumë kanë dhënë prova çështjet këtu që janë bërë me ndihmën e tyre dhe që është dhënë një kontribut me pa dosje ne që kanë punuar, kanë vajtur çmimi, vlera e tyre po them 1 milion euro, një dosje që punohet jashtë për një vrasje. Sepse ai oficeri i policisë paguhet për çdo hap, edhe për atë kafen që pi, për të pushuar, ka punuar gjithë ditën, më kupton, po edhe për një ushqim. Jo këtu që marrin burek, paguajnë benzinën nga xhepi e tjera dhe gjithë nga xhepi. Sepse janë gjitha këto bashkë ndikojnë cilësinë e hetimit, ndikimin edhe gjërat. Prandaj që sa rënd është kjo që thatë, është. Po ndikon të keq, dhe realisht. Jo kot shteti. Është një vërtet e madhe që duhet ja themi edhe. Stimulon jashtë, i stimulon. Prandaj kanë cilësi ata, sepse shteti i mbështet me gjithçka. Me makina, me mjete, me ekspertizë, me pagesa, dhe ai është i lirë të punojë dhe është i stimuluar që të marrë provat të zbulojë autorin. E qartë, ndoshta të japin dhe një mesazh të shkurtër. Po ka dhe një gjë që ai ka dhe një detyrim. Që në pas të asaj shpenzimi që ka bërë për tosje në fjalë, do të japi rezultat. Në të kundërt shpenzimi mbyllet. Kjo është një praktikë e njohur. Çështja morale pastaj. Jo, kjo është një praktikë e njohur në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kam bërë disa herë çudi kur vinin prokuror amerikan apo detektiv në Shtetet Bashkuara në Amerikë për çështje të vogla të caktuara. Vinin në Shqipëri. Po. Dhe ti thoshe që si erdhi ky për çështje. Nuk marrohet edhe për gjithë publikun. Nuk e di nëse mund ta e ke parë filmin në 60 sekonda me vjedhjen e automjeteve. Jo, nuk e kam parë këtë. Jo, nuk e kam parë. Është një film i jashtëzakonshëm që në film thuhet që detyrohet nga një mafioz 2 vëllezër që vjedhin makina luksoze të vjedhin automjete në luksoze në New York. E luan John Travolta, ai film e luajnë gjithë aktorët më të mirë të Hollywoodit. Po çfarë rëndësie ka se nuk është kjo logjika? Ata që vodhën makinat më luksoze të New Yorkut, nuk e di, brenda 2 orësh u vodhën 200 apo 300 automjetet më luksoze të New Yorkut, dhe ishte u bë show në gjithë Shtetet Bashkuara të Amerikës, tani për t'i shpërndarë në për shtetet të ndryshme, që të zhdukeshin, se i vodhën këta, duheshin 200 apo 300 shoferë. Një nga shoferët ishte nga Kavaja, që ishte pjesë, por nuk ishte pjesë e vjedhjeve, ishte pjesë e transportit në... Pra, grupi strukturuar quhet. Nejse, detektivi erdhi në Kavaj për ta kërkuar. Dhe ndeti po thuaj se gjatë gjithë kohës në Shqipëri derisa u krye ekstradimi i tij drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe kam qenë aty në gjykatën e Kavajës dhe nuk marrohet ajo gjykata, se nuk e di ekziston më ajo gjykata e Kavajës. Është suprimuar. Është suprimuar. Ajo gjykata atje një gjykatë kështu me një ndërtesë e vogël atje, domethënë. E thjesht në një ndërtesë mos gaboj në atë kohë ishte edhe i kaçë fare, nuk ishte një dhe e mori. Pra që ndroi dhe kur edhe justifikoi shpenzimin po thua. Për detyrin që pat. Ishte një rast i tillë tjetër, me një rast nga Korça. Fitoi të drejtën në gjykatën e shkallës parë. Fitoi në apel mos ekstradim në gjykatën e lartë. Ushtroi ambasada kërkesë, duke i thënë gjykatës që sistemi është i korruptuar dhe ky duhet patjetër në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sepse ai ishte pjesë e një organizate kriminale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, hetimi për cilin kishte shkuar në disa milion dollar. Dhe ai duhet të jepte një dëshmi patjetër, por nuk mund ta jepte dëshminë në Korçë. Duhet ta jepte përpara gjykatës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ekstradimi i tij është bërë pra kur harxhoi shumë para,
Ka një detyrë morale për të justifikuar shpenzimin, ka një punë të bërë. Sepse ato para, nëse nuk i justifikon, fillon dhe ulja. Nga detektivi një çështje të madhe, shkon detektiv shkensurinash dhe do kapësh i tavolinë dhe nuk je më në terren për tetuar. Dhe kjo është logjika, se ata e kanë pak më ndryshe mënyrën, nuk e kanë fiks me prokuror. Gjithë hetimin e bën detektivi, nuk e bën prokurori vetëm e mbron në gjykat, vetëm kaq, nuk i kryen ai veprimet. Qartë. Në logjikën e tij është një gjyqësor edhe një mënyrë hetimi pak më ndryshe. Dhe duhet ta marrim si model dhe realisht kjo që thanë edhe avokati Sokoli. Jo, modelin me organizimin. Jo, se ne nuk i kemi policët aq pa i ka detektive burr. E kam ke modeli që këtu duhen suportuar, siç tha dhe avokati, që nëse ka nevoja financiare, sepse ne e dim shumë mirë, policët rrugore si hedhin vetë nafta apo benzinë makinës. Verifikoni këtë rast. Vini dhe shikoni në qoftë se nuk i hedhin vetë për ndjekje, kanë me kuotë fikse. Tani çfarë presim ne që një polic të kapi një të kërkuar, ta ndjekin mbrapa me lekë të veta? Deri ku do shkojë kjo pikë? Kështu që ajo që u tha në këtë studio do duhet të ketë financa të mjaftueshme të jenë të stimuluar tek rroga që ne të presim me time cilësore në fund ditës dhe mos bëhet hajse po shkojmë në punë edhe të mbyllim punën kur ta mbyllim. Kështu që në këtë pikë e ngritë shumë pjatën, ka kështu deri në këtë lart. Jo, do duhet të japim mesazhet që të mos kemi probleme tjera. Mirë. Ne ndalemi pak minuta tek një çështje tjetër dhe do ndalemi tek arrestimi i Erion Veldiajt. Tashmë janë dy zyra ligjore ndërkombëtare të cilat kanë marrë, le të themi, mbrojtjen. Veldiajt është zyra Kasovic LLP me seli në New York dhe Mishkon Dereja LLP me seli në Londër, që përfaqësojnë Veldiajt në këtë rast. Kanë publikuar dhe një raport tani së fundmi, ku që sigurisht nxjerrin në pa sipas tyre arbitraritet pra për mënyrën se si është mbajtur, që është mbajtur pra Veldiaj vazhdon të mbahet në paraburgim, pra nuk duhet të jetë një paraburgim arbitrar, dhe duhet të jetë masë e nevojshme, proporcionale dhe arsyeshme. Dhe janë disa përshkrime të tjera, të cilat tashmë ata kanë marrë dhe në referencë rastin e ish-drejtorit të Radio Televizionit Shqiptar Thoma Gëllçit, për cilin Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njerëzit në Strasburg e cilësoi si një paraburgim i cili nuk duhet ishte mbajtur pra në paraburgim, ishte i kontralishëm, nëse mund ta themi kështu, cilësohet jo i lishëm si gjë, avokat? Është cilësuar si një arrest i cili nuk ishte në proporcion të drejtë me nevojat e sigurimit për kohën për rrethanat e të tjera. Pra nuk mund të quhet jashtëligjshëm, por jo në proporcion. Por që dënimi i tij është quajtur i drejtë në një farë mënyrë. E qartë. Tani ju besoj pa mundësi të lexoni një pjesë të kësaj se çfarë është thënë për këtë avokat. Çfarë kuptoni këtu? A mundet që kjo të japi një, a ka të vërteta e pare njëre, parë nga pikpamje ligjore, ky raport, edhe sa dorë mund të japi Veldiajt në përballjen e tij në vazhdimsi me drejtsinë? Ne nuk kemi njohur me të gjitha faktet dhe provat që ka çështja penale në ngarkim. Janë 26.400 faqe për Veldiajin sipas raportit. Shiko, ato jo gjitha janë prova, se mund të ketë fakte të ndryshme, kërkime, shkresa. Por them që fashikujt në atë aq shkojnë. Por që duket që ka prova dhe pak me informacionet që vinë, janë ngritur disa akuza ndaj tij dhe janë marrë edhe masat pasurore për sekuestrimin e 2 apartamenteve në Mosgabore. Rezulton që informacioni që thatë ju vjen nga 2 zyra avokatie, pra arrim të kuptojmë që pas ka marrë dhe 2 avokat, 2 zyra avokatie që kanë një kosto shumë të lartë jashtë shtetit, të cilat në fakt më tepër se sa një mbrojtje efektive këtu, mendoj që sipas ligjit ton kanë një rol propagandistik. Për sa i përket proporcionalitetit të tij, mund ta pak, më thënë propagandistik, është më tepër për t'i thënë publikut shqiptar që shiko se po luftohet fort për kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Po, shiko, ne arrim të kuptojmë që kjo mund të jetë si një tip PR-i. E kuptoj. Rrim ke PR-i, do të thënë. Po sepse ligji jon procedurial, material, kushtetuta tjerë, parashikon mënyrën se si bëhet mbrojtja, kush e bën mbrojtjen, kush legjitimohet dhe cilat janë detyrat e mbrojtësit. Ta në fakt
me sa po kuptoj, është bërë një analizë dosjes, por që mund të jetë bërë në bashkëpunim me zyrat këtu, sepse është edhe bashkëshortja e tij në hetim, në mos gaboj, pra edhe kanë zyra avokatie të ndryshme, por kjo nuk ka shumë rëndësi. Pra, do jetë bërë me zyrat këtu, por nuk është se ka vlerë në kuptimin procedurial. Pse? Sepse të gjitha ato kërkimet, mendoj unë, pra masat e sigurimit janë konsumuar, kanë rënë. Kërkesat për zëvendësim me argumentat që janë nxjerrë më pas, edhe ato kanë rënë, pra nuk e kanë justifikuar zëvendësimin e masës së sigurimit, pas janë lënë në fuqi masat e sigurimit, janë kërkesa që bëhen periodikisht nga mbrojtësit që kërkojnë të ndryshojnë masën e sigurimit, ato arrestit në burg, në 288, për klientin e tyre, që mund të lidhen me rrethanat si të dyshimeve serioze për faktin penal, po edhe rrethana shëndetësore, familjare, sociale, e të tjerë shoqërore. Pra që të bëj një ndarje. Okej, sepse kisha një pyetje këtu për të sqaruar këtë. Shiko çfarë thotë ky raport. Pasi u arrestua, 2 ditë më vonë, thotë kryetari Velia u paraqit para gjykatës së SPAK, thotë, dhe gjatë kësaj seance, avokatët mbrojtës së kryetarit Veliaj kërkuan kohë maksimale për të njohur me 26.400 faqet e dokumenteve që përmbaheshin në dosjen hetimore. Gjykata, thotë raporti, u lejoi atyre më pak se gjysmë dite për të shqyrtuar pra dosjet voluminoze. Kjo në fakt thotë i mohoi avokatët të tij aksesin në dokumentet që ishin thelbësore për të kundërshtuar, po, ligjshmërinë e ndalimit të tij. Kryebashkiaku Velia u privua më tej nga komunikimi efektiv me avokatët e tij, pasi SPAK e vendosi atë në një kafazë sigurie gjatë gjithë seancës fillestare dëgjimore. Ndoshta ajo çuditërisht thotë SPAK urdhëroi vazhdimin e ndalimit të kryebashkiakut Veliaj, thuhet në raport. Tani dy gjëra. Një, më pak se gjysmë dite pretendojnë këta dhe nuk i ka dhënë komunikim efektiv gjatë seancës avokatët. Tashti, ky fakt që quhen një raport është një analizë, mendimin tim, analizë e dosjes bërë nga avokatët. Ju quheni në terma gazetare. Jo, kjo nuk është analizë dosje, kjo është analizë e mbarvajtjes së procesit. Po pra, po, analizë e çështjes. Këtë në kuptova, analizë e çështjes, e gjithë dosjes. Pra edhe jam dakord me pretendimin për 24.000 faqe. 26.400, po. Çon si ka, mbi 20.000 janë shumë. Janë shumë siç pretendohet. Absolutisht e pamundur, jo 24.000, po edhe 2.000 faqe, po edhe 2.000 edhe 500 faqe. Sepse janë të pamjaftueshme të kërkojnë një analizë. Është njësoj si të lexosh një libër për t'ia thënë audiencës, të marrësh një libër dhe ta lexosh, domethënë kjo është logjika. Po, për sa i përket kafazit të sigurisë, nuk është ky problemi kafazit të sigurisë, sepse komunikimin me klientin ti e bën në burg, dhe ke kohë mundërish 8 nëntor, sa është ai limiti i takimit, pra orari zyrtar, po themi ne, dhe aty mund të komunikosh, nuk e zgjidh situatën duke fol nga kafazi. Dhe në gjithë botën kështu funksionon. Kurse përsa i përket 24.000 faqe, kjo qëndron, dhe ky është problem që haset sot dhe nuk gjen zgjidhje, sepse ky ndodh çdo avokati, jo vetëm avokatëve të zotit Veliaj, të cilët pasi ka jetuar prokuroria një vit një person, thot ty për një ditë pastaj, thot avokatit që po të njoftë mas sigurimi unë me disa si të mund të këshu ato karocat që shtynë në marketi, një këtu në seancë. Biles t'i lexosh, as i marrësh kopje, as i bësh screenshot me telefonën se si, po mbash shëndime. Absurditet. Megjithatë, ne jemi të kuptojmë, të them edhe të analizën e kundërt, që pasi shlën në fuqi kjo mas sigurimi, edhe koha që i shlën për ankim, avokatëve është në kohë pakat, ankimin në apel, por që ka qenë një kohë relativisht për të vlerësuar prej tyre për të bërë një ankim efektiv për ato prova dhe prapësime. Plus, që përsëri kam patur një kohë pasi çdo vendim i apelit për të bërë rekurs. Dhe që gjykata e lartë mund ta ndryshonte vendimin. Jemi në dy momente që gjykojun këtu. Ekzistenca sepse masa e sigurimit në vetë duhet të kuptojmë nuk është një gjyq themeli, por është një masë që caktohet lidhur me nevojat e sigurimit të provave, të ikjes së personit dhe të rrezikshmërisë së faktit e të tjerë. Dhe nuk është e domosdoshme që
ti të njihësh me të gjitha provat, ose të caktohet një masë e rëndë e tillë për shumë prova. Mjafton një provë dhe një dyshim i arsyeshëm. Pra mund të mjafton nga gjyqit e mailit që përmenden në rast. Mund të mjafton edhe 10 faqe. Edhe një faqe mund të mjaftojë. Kur aty është një provë, pra jemi në masë sigurimi, jo në gjyqit e mailit, dhe një dyshim me ca indicie, kjo është e mjaftueshme, aq më tepër që bëhet fjalë për akuza të rënda. 364 është ka mbështypjen e masës sigurisë Sokolit që u dha për Velie. 364 faqe mos gabojmë që është. Vendimi i masës sigurisë. Po ai është vendim shumë i gjatë, edhe vetë ai gjyqtari ka të vështirë që atë vendim ta bësh në një kohë reale, sepse është i tmerrshëm. Ka mbështypjen 2 javë kohë është marrë që nga momenti që u dorëzua në është shumë i vështirë për të bërë edhe këto duhen të parë sepse çfarë brendie mund të ketë edhe në botën e rastet të veçanta këto, më kupton. Kurse për sa i përket profesionalitetit të masës së sigurimit, nuk është e thënë që ti duhet të jesh i lirë ose jo në funksion që të caktohet në masë sigurimi i arrestit në burg. Janë dy momente që dofta ta them edhe për kontradikt. Pikërisht pse je në funksion, caktohet një masë sigurimi i arrestit në burg sepse mund të rëndosh pasurat e veprës penale. Këtë thotë edhe në arsyetimi gjyqtarit të thotë, jo mbanit pak të arsyetim ka. Por ti në çdo rast mund të caktosh edhe një maskë edhe më të butë sepse gjithnjë këtu ka elemente edhe të subjektivizmit. Pse duhet një arrest në burg, por derisa këto masat sigurimit të gjykatës shkallës së parë janë në fuqi dhe nga gjykata e apelit, dhe shbërm mospranim ankimi i rekursit më fal nga gjykata e lartë, tregon që sipas tyre janë shumë atëra. Faleminderit avokat. Sokol, tani ky raport e lehtëson përballjen e Veliejt, me drejtësinë? Janë dy zyra ligjore ndërkombëtare. Para të hedhura kanë mbështypjen për këtë avokat, një raport i cili duket se shkon shumë në anën e Veliejt, që aty do të shkonte se është mbrojtja. Është logjike, që mos ta themi si gjithmonë. Unë jam nga kjo studio shpeshherë kam thënë që unë jam kundër këtyre masave siguri. Mirë po, historia e Veliejt, e Metës, e Perishës, apo dikun tjetër, është dhe, siç thotë edhe një ndër analistët më të mirë në këtë vend, zoti Paton Axhiu, që është social-politike. Dhe duke qenë se turmat kërkojnë arrestimin e tyre, s'pak shpallet e ro duke përdorur të njëjtën formë. S'pak shpallet e ro tek socialistët kur e lë për një vit rresht Sali Berishën atje në balkon. S'pak shpallet e ro tek demokratët kur e arreston në zyrë Erion Veliajn. S'pak shpallet e ro me gjithë policinë kur e merr forcërisht Ilir Metën në atë mënyrë të shëmtuar dhe lë në burg. Pa hyrë, janë këta fajtorë, se unë i quaj mbase të gjithë politikanët mund t'i quaj fajtor social-politik në këtë vend. Por kjo është një tjetër çështje. Këtu nuk po flasim për shoqërinë dhe nuk po flasim për faktorët social-politik, këtu po flasim për drejtësi. Dhe në rastin konkret, unë do të bëj një kundërpyetje. Që është? E zëmë sikur deli pafashëm Ilir Meta pas një viti gjatë procesit gjyqësor. Si mund t'i drejtohet prokurori Spakut? Në falë që të majta në burg? Po, këta nuk t'i them, mund se çdo i thotë. Por mund të ndodhi. Po. Se çdo i thotë, nuk t'i të them, por... Si do t'i thotë Erion Veliajt? Në falë që toqja nga kryetari i Bashkisë Tiranës? Po thua që janë kosto që nuk zhbëhen, Po nuk shpëhen. Nuk shpëhen. Dhe thënë kjo, po më thua që çfarëdo që të ndodhi, këta të Spakut do të riqen nga një dënim? Kjo do të thotë që këto historitë që prish provat, manipulone, ku di unë, kjo ka përfunduar njëre mirë në Shqipëri. Ti ke provat në përduar, qa prova është të prish? Thot manipulon dëshmitarët. O, kush është dëshmitari jotë? Se kam marrë vesh në njerë. Kush është dëshmitari këtyre? Sepse në Shqipëri, do më thënë, dëshmitari, ne jemi koshient të një gjëje. Ti o je kundra Erion Veliajt dhe shkon e dëshmon në prokurori dhe mban po atë, o je kundra Sali Berishës dhe Ilir Metës dhe mban po atë qëndrim, o je me ta dhe nuk dëshmon kur dhe ai nuk ka çat thot. Kjo do të ndihmoj Veliajn kjo që unë thash ky raport këtë kjo zyra. Nuk e ndihmon dot. Nuk e ndihmon dot. Se ku ndikon ajo? Po ku? Për çfarë e bën Veliajt? Vendimet e këtyre. Po vendimet janë politike. Është kjo që thotë avokati që është në tepër një PR në sytë e një PR. Jo më jo ai është një shqetësim një avokat kur vjen kushdo e thot këtë.
Ka shumë ndërkombëtarë cilët më kanë pyetur disa herë persona të cilët merren me ligjin në kryesisht në Bashkimin Evropian. Thot pa akuzë mbahet, nuk e kuptojnë dot ligjin ton. Shiko, më fal. Ne në fakt kemi vendim gjykatës së lartë që është diskutuar që a mund mbahet një person pa akuzë dhe në fakt është shumë dakord. Ka është një vendim unifikues që parashikon që po mund të caktosh mas sigurimi dhe mund të mbash një person pa akuzë. Pa akuzë.